Përshëndetje të nderuar shikues të Radio Televizionit 21, jeni me magazinën 21 drejt për drejt. Deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës dhe të Aleancës të mbështetur edhe nga forumi rinor i këtyre dy partive, janë mbledhur sërish mëngjesin e së martës para dyerve të qeverisë, nga ku kanë kërkuar kthimin e kushtetutshmërisë dhe vazhdimin e seancës konstituive të kuvendit. Përfaqësues të PDK-s dhe të Aleancës akuzuan kryetarin e vetëvendosjes Albin Kurti se po e mban të bllokuar procesin e konstituimit të kuvendit. Aksionin e tyre të zakonshëm para objektit të qeverisë së Kosovës, PDK-ja dhe AAK-ja e vazhduan edhe sot. Deputetja e PDK-s Blerta Deliu tha se Kurti me ministrat e tij janë uzurpator dhe se Kosova po stagnon, e që pasojat sipas saj po i ndjejnë qytetarët. Ne po i themi sot troq Albin Kurti dy gjëra. E para qaj dhe ministrat e tij, të cilët janë në këtë objekt, janë uzurpator dhe duhet ta lirojnë këtë objekt. Dhe e dyta, ata duhet kthehen në kuvend dhe t'i hapin rrugë krijimit të institucioneve të reja të vendit. Dëmi është shumë i madh. Dhe ka vetëm një njeri që sot nuk lodhet për stagnimin në gjitha drejtimet që ka Republika e Kosovës. Prandaj nga këtu i themi deputetit Kurti që të kthehet në kuvend, t'i hapë rrugë krijimit të institucioneve të reja, sepse Kosova është projekt shekullor i shumë brezave dhe nuk mund ta shkatroj askush, as deputeti Kurti. Ndërsa deputeti i Aleancës Besnik Tahiri tha se Kurti është shkelës recidivist i kushtetutës dhe se ka bllokuar konstituimin e kuvendit. Porosia është shumë e thjeshtë që shkelësi recidivist i kushtetutës vazhdon të strukët në zyrën e vet. Ai 120 deputetëve të kuvendit Kosovës ja u ka marrë mandatin që ja u ka dhënë populli. Ai, një njeri i vetëm, nuk lejon që të ushtrojmë detyrën tonë si të zgjedhur të popullit, votuar nga sovrani në kuvendin e Republikës Kosovës. Ai e ka bllokuar konstituimin e Kosovës në vetëm qëllim me gjetë diku një derë në mënyrë që edhe pozicionin e presidentit me e kapë për partinë e vet dhe me kthy logjikën e partisë që udhëheq parti shtet. Mandati është i yni i deputetëve që na ka dhënë populli. Këtë mandat nuk guxon as Albin Kurti, as askush tjetër na e merr. Pjesë e këtij aksioni ishin edhe asamblestët e PDK-s në kuvendin komunal të Prishtinës. Asamblistja Fjolla Vukshina i Reqica tha se mos funksionimi i kuvendit nuk është vetëm çështje e debatit politik, por një bllokat që sipas saj po prek drejt për drejt qytetarët, komunat dhe projektet zhvillimore. Bllokimi i kuvendit të Kosovës nuk është vetëm një debat abstrakt politik, nuk është vetëm një derë e mbyllur në këndërtesë. Pas çdo dite që kuvendi bëhet i mbyllur, është një qytetar që pret. Është një qytetar që pret, një familje që ka një hall, një komunë që ka një projekt dhe një nevojë që mbetet pa zë. Që nga ndërprerja e seancës konstituive me kërkesë të Kurtit, PDK-ja dhe AAK-ja kanë zhvilluar aksione të ndryshme në shenjë pakënaqësie për mos konstituimin e kuvendit, si dhe mbajtjes së pozitave qeveritare nga Albin Kurti dhe vartësit e tij edhe pas betimit të tyre si deputet. Ndërkohë, lëvizja vetëvendosje dhe LDK-ja nuk kanë dhënë sinjale se shumë shpejt do të mbahet takimi radhës midis Albin Kurtit dhe Lumir Abdigjikut për çështjen e presidentit. Nga vetëvendosje dhe nga LDK kanë thënë se nuk ka asgjë të re në këtë drejtim. Ndërsa deputeti i LDK-s Uk Rugova tha se shumë shpejt do të dalin me emër konsensual për president. Ndjekim deklaratën e tij. Besoj që shpejt do të kemi një emër të një presidentit konsensual. Uroj që tjetë gjatë kësaj jave, ashtu që tha dhe kongresmeni Diogordi, dhe besoj që si popull kemi mjaft emrat përgatitur për të qenë president. Po unë nuk jam, ato vendos dikush tjetër, por në vetë nuk jam. Nuk jam për këtë fazë. Po ne jemi në shërbim të popullit Kosovës dhe jemi të gatshëm për gjitha ato, po jo në këtë fazë. Besoj që ka emra të tjerë më të mirë, më të përgatitur për të shërbyer në këtë fazë Republikës Kosovës.
Misioni i PDK-s dhe i Aleancës është që t'i bëjnë thirrje kryesuesit e seancës Avni Dehari për të thirrur vazhdimin e konstituimit të kuvendit, po ashtu edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti që sa më parë të i thret deputetët e tij që të marrin pjesë në seancë. Për të kuptuar më shumë detaje se si do të vazhdohen aksionet e PDK-s dhe Aleancës, në studio kam të ftuar deputeten e Aleancës Albana Bytyqi. Zona Bytyqi, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, burim, faleminderit. Po zgjoni gati për çdo ditë në mëngjes dhe po shkoni para dyrëve të qeverisë për të takuar kryeministrin detyrë apo siç e quani ju, deputetin Kurti. Deri më tash nuk e keni takuar apo jo? Jo, fatkeqësisht nuk e kemi taku, mirë po ne kemi pa që zoti Kurti për një me është uzurpues i institucioneve dhe ajo që është më e rëndësishme që ai duhet i liroj zyrat të vijë në parlament, ta konstituoj kuvendin dhe mandej kur të formohet qeveria, nëse ai është kryeministër, atëherë ka të drejtë të shkojë në zyrën e tij. Mirë po kjo nuk është e drejtë sepse qytetarët e kanë kuptuar që lëvizja vetëvendosje dhe njerëzit e tij i kanë uzurpuar zyret e institucioneve, sepse nëse ka autoritet një ministër me zonë zyrën, atëherë kam autoritet edhe unë me zonë zyre. Edhe unë po tham jam ministre, edhe pse jam e betuar si deputete. Do të jeni të barabartë në kuptimin ligjor dhe kushtetues, si deputet të betuar. Normal, kjo është shumë e ditur dhe ne e dim të gjithë. Kushtetuta duhet lexuar ashtu siç është e shkruar e jo si ç'është don lëvizja vetëvendosje. Ne të gjithë e dim që afati kohor ka kalu, mirë po këta po e shohin që afati kohor është deri me 6 shtator, edhe pse nuk është ashtu e shkruar. Kështu që lëvizja vetëvendosje mendoj që duhet ta lexoj kushtetutën ashtu siç është e shkruar. Dhe ne të gjithë e dim që afati kohor ka kalu, mirë po zoti Kurti duhet të vijë në kuvend, ta konstituojë kuvendin, ta formojë qeverinë, ta shohum se si po rrihet situata, edhe pse e dimna që momentin që konstituohet kuvendi rrjedhin afatet kohore. Mirë po zoti Kurti nuk po dëshiron me pas afat kohor për çështjen e presidentit. Për këtë arsye po mundohet ta shtyjë çështjen e presidentit. Dhe çka është më e rëndësishme është që zoti Kurti po mundohet ta zgjas afatin kohor që ta çojë vendin në zgjedhje me 27 dhjetor, siç e parasheh ai. Atëherë kur ju thoni që do të vinte mërgata dhe do të ishte datë e favorshme për vetëvendosjen apo jo? Po ne e dim shumë mirë që zgjedhjet e vitit të kaluar që kanë qenë me 28 dhjetor, e dim shumë mirë që është planifikuar kjo datë sipas lëvizjes vetëvendosje. Ne të gjithë e dim. Mirë po, çka është më e rëndësishme për neve që zgjedhjet nuk duhet të organizohen kur është diaspora, se po bëhet një katrahur, edhe pse janë të mirëpritur. Po që jeni kundër diçka diaspores apo? Jo, absolut, janë të mirëpritur gjithmonë, po mirë po për zgjedhje e kanë mundësinë edhe atje me votu. Kur po vinë këtu, po bëhet një katrahur e cila po është shumë e vështirë me mujt me bë fushat, me mujt me bë aktivitete të ndryshme politike. Për këtë arsye, sepse ne të gjithë e dim që mërgjimtarët janë të mirëpritur, po vinë, tash verës kanë dhe gjithashtu gjithmonë do t'i respektojmë për kontributin e tyre që e kanë dhënë. Zona Bytyqi ka 5 herë radhazi që shkoni në seancë të improvizuar në një farforme, mbani fjalime, ka 5 kërkesa që i keni dërgu ushtruesit të detyres apo kryesuesit të seancës Avni Dehari, por nuk keni marrë përgjigje, as me shkrim, as përmes telefonit apo diçka të tillë. E vërtet, as një sinjal pozitiv nuk e kemi marrë, fatkeqësisht. Burim nuk kemi kohë për të humbur, sepse vendi jonë po shkon shumë mbrapa dhe për këtë arsye po kërkojmë. Vendi punës është aty i deputetëve në Parlamentin e Kosovës dhe kemi obligim kushtetues që të shkojmë në vendin e punës. Nuk kemi nevojë me nejt në përshpia, sepse vendi jonë ka shumë punë për të bërë, kemi shumë çështje për të ngritë, kemi shumë shqetësime të cilat i paraqesin qytetarët që na adresojnë neve si deputet për me i ngritë në parlament. Atëherë ku do t'i adresojmë këto shqetësime? Kem nevojë për institucione t'i formojmë që këto shqetësime nga dal t'i adresojmë dhe t'i zgjidhim këto probleme të cilat vendi jonë ka nevojë. Dhe për këtë arsye ne kemi kërkuar që edhe po kërkojmë që këto institucione të formohen. Heshtja e zotit Kurti dhe zotit Dehari, komplete vetëvendosjes, për shkak që kem tentuar edhe ne si televizion t'i ftojmë sot të japin pikpamjet e tyre për këtë zhvillim që po ndodh për bllokimin e konstituimit të kuvendit, por kam preferuar që t'jenë. Si e komentoni heshtjen në një farforme
të krejt akterëve të lëvizjes vetëvendosje, për të mos e thirrur vazhdimin e seancës derisa thonë që të arrihet ndonjë marrëveshje politike për çështjen e presidentit. Do duhet që të mbahet peng konstituimi i kuvendit? Po për këtë arsye ne po kërkojmë që këto institucione të formohen. Nëse është problemi të zgjedhja e presidentit, atëherë ka afat kohor edhe 2 muaj mandej. Kështu që ne të gjithë e dim, formoj institucionet, zgjidhe kryetarin e kuvendit, nënkryetar, sekretarin dhe të gjithë formoje, konstituoje kuvendin dhe mandej vazhdo bisedimet për president. Nëse ti nuk ke ndonjë sinjal, atëherë bane një zgjidhje. Mos e bloko vendin, sepse unë e kam thënë edhe më herët edhe po e them prapë që ky vend ka dhonë shumë, ka bërë sakrificë të madhe për me ardhur deri këtu. E me ardhur zoti Kurti me bloku komplet Kosovën, kjo nuk është në rregull dhe gjithsesi ne si deputet nuk do ta lejojmë. Ne jemi betu si deputet që ta mbrojmë kushtetutën dhe do të vazhdojmë ta mbrojmë kushtetutën. Kur thoni do ta mbroni, në kuptimin edhe të marrjes pjesë në seancat e tilla siç po shohim, apo bllokim para dyrëve të qeverisë, apo diçka më shumë? Për shkak që u kërkua nga PDK-ja u dha sinjale se mund të ketë protesta masive, për shembull, nëse ka një heshtje të tillë? Ndëgjoj, ne do të vazhdojmë me këto aktivitete, do dalim gjithmonë derisa të bëhet zgjidhja e institucioneve, do të vazhdojmë të dalim para qeverisë me njerëz aktivistë të cilët vinë na mbështesin dhe na përkrahin. Sot e pam që kenë edhe më shumë, nesër do të ketë prap njerëz të tjerë të cilët vinë pa i njoftu, sepse janë lodh njerëz edhe kanë nevojë për me u zgjidh ky problem dhe gjithashtu ne do të vazhdojmë me këto aktivitete, edhe pse nuk është e nevojshme të bëhet, por zoti Kurti e ka propunën deri këtu që ne të vazhdojmë të ngrisim zonin që të zhbllokohet ky vend. Ajo që thonë akterët të vetëvendosjes është që nëse konsiderojnë partitë e tjera si që jeni ju, Aleanca dhe PDK-ja, por edhe LDK-ja që ka shkelje kushtetuese, atëherë pse si drejtohen gjykatës kushtetuese, thonë ata, pavarësisht që dihet që afati 30 ditor ka përfunduar. Një lëndë e tillë mendoni ju që nuk është e nevojshme që të dërgohet në gjykatë kushtetuese për të qartësuar, apo mjafton vendimi i vitit 2025 ku thuhet që 30 ditë pas certifikimit të rezultateve? Kushtetuta është shumë e qartë burim. Ne të gjithë e dimë, kemi lexuar dhe thash kjo nuk është kushtetuta me lexuar çu çdo lëvizja vetëvendosje, po çu është e shkruar. Pikërisht këto Kurti po e don, që ta çojmë në gjykatë kushtetuese dhe të pres afatin kohor të shty dhe në dhjetor zgjedhjet që me mujt me i ra me 27 dhjetor. Dhe krejt kjo është qëllimi i zotit Kurti. Atëherë nëse ai po e donë këto, ne nuk po ja servojmë në tavolin këtë pjesën e afatit kohor. Kështu që do të vazhdojmë, ta shohim, edhe pse kanë thonë deri me 6 shtator, tash po presim se si po rje situata, mirë po nuk do të heshtim asnjëherë të kërkojmë të zhbllokojnë këto institucione dhe të vazhdojmë punën ne si deputet. Po sa i përket LDK-s, për shembull, nuk ju bashkohen ata aksioneve të tilla. Ata paralajmërojnë që Abdigjiku dhe Kurti do të vazhdojnë takimet e tyre, ndërkohë që ju keni bërë thirrje në farforme të jetë një bashkëpunim i partive të ish opozitës për një kauzë që është në mbrojtje të kushtetutës. Ndoshta është e kuptueshme kjo pjesa e LDK-s përderisa janë në komunikime me lëvizjen vetëvendosje, mirë po ajo që ka më bën përshtypje personalisht që nëse dojnë me bën një marrëveshje është dashur me Obama. Me ne 3-4 orë me një takim, edhe mos me mujt me dalë me një emër konkret, me thonë që po e bëjmë këto, mendoj që kjo po i shkon në favor të lëvizjes vetëvendosje për shkak të afatit kohor. Ndoshta edhe LDK-ja duhet me reflektu për me qit emrin në tavolinë dhe ta shohim se si po rjet. Nëse është i gatshëm Kurti, ai nesër mundet me i bëj institucionet edhe plus me zgjedh presidentin. Kështu që nuk e ka problem nëse gjejnë një dakordim me LDK-n. Pra, ta qartësoni edhe për shikuesit. Aleanca, por këtu po përfshi edhe PDK-n. Nuk po kërkoni t'ja mohoni të drejtën vetëvendosjes si parti fituese që ta konstituoj kuvendin me të drejtë të saj ta propozoj kryeparlamentarin dhe zgjedhjen e qeverisë.
Ajo që jo po kërkoni është të mos mbahet peng konstituimi i kuvendit dhe të filloni punën jo si deputet. Patjetër, të gjithë e dim që lëvizja vetëvendosje i ka fitu 53 deputet dhe askush nuk po ja mohon fitoren. Mirë po e ka obligim kushtetues që të shkojë në parlament, ta thirrë seancën, ta propozoj kryetarin e kuvendit që i takon lëvizjes vetëvendosje me shumicën e votave dhe të vazhdojmë punën. Askush nuk po i thotë që ti nuk i ke fitu 53 deputet. Mirë po ti nuk duhesh me qenë bllokuesi i institucioneve. Dhe për neve, asnjëherë si parti, gjithmonë e kemi thënë që ne nuk jemi bllokues të institucioneve. Ne jemi të gatshëm me dhënë kontributin tonë. Të gjithë e dim që kërkesat tona janë të ditura, janë aktuale dhe po e presim një reflektim nga zoti Kurti që edhe ne me marrë pjesë pse jo në zgjedhjen e presidentit nëse plotësohen këto kërkesa. Pra, jo nuk e përjashtoni mundësinë që t'jeni pjesë e quorumit paktën, apo të votoni një kandidat për president nëse 6 pikat merren parasysh. Po. Ne kemi bërë të ditur qysh në fillim që këto kërkesa nëse realizohen, se zoti Kurti del me një deklaratë apo me veprime të cilat janë në plotnim me këto kërkesa, ne do kemi të gatshëm me bë quorumin në parlament. Po, nëse një pikë e tillë lihet anash dhe thotë zoti Kurti që po e marr parasysh kërkesën e parë, po themi që është projekti i gazit amerikan. Ju shkoni në kuvend për t'ia bërë quorumin, pastaj të negocioni zbatimin e pikave të tjera, apo thjesht duhet parimisht gjitha të zbatohen? Burim na nuk mujna me hamendësu se çka do me thonë zoti Kurti. Në del njëherë në të del me deklarat se çka po planifikon edhe sa janë të mundura dhe pse janë shumë të nevojshme këto edhe për zotin Kurti edhe për lëvizjen vetëvendosje këto kërkesa që janë shumë të mira për vendin tonë, se ne si parti nuk kemi nevojë, mirë po për vendin tonë e kena menduar që këto kërkesa me të vërtet janë shumë të nevojshme. Aty pse e shtoj këtë pyetje për shkak që Kurti ka thënë në një moment që le të vijë zoti Gjini në takim pastaj i diskutojmë këtë çështje. Shtrohet pyetja pse ndonse e keni thënë qëndrimin e juaj, pse nuk shkoni në takim t'ia thoni sy me sy, zoti Kurti, se ky qëndrimi i jon dhe pa to nuk ka rrugë tjetër, sepse Kurti po kërkon me insistim disa herë zotin Gjini në takim. Ne kemi pas që çdo takim me liderët e partive, të cilat i ka pas, nuk i kemi pas serioze dhe nuk i kemi pas të arsyeshme me shku në takimet ku ai bën hajgare me neve. Kështu që kërkesat janë të ditura dhe nëse është i gatshëm me i pranu, ai mundet me dalë me thonë që po, unë jam i gatshëm me i pranu këto kërkesa, e atëherë në t'i fton në takim kryetarin dhe ta diskutojnë. Asnjëherë nuk është thirrë kryetari për diskutimin e këtyre kërkesave. Është thirrë për temat të cilat janë të ditura, mirë po për këto kërkesa asnjëherë jetë ftesa specifike për kërkesa. Nëse don me pas një rezultat pozitiv, atëherë duhet me thirrë saktësisht për këto pika të cilat i kena të paraqitura. A do ta votoni ju si deputete e Aleancës apo edhe deputet tjerë shtatë sa jeni në këtë grup parlamentar, një kandidat, siç tha edhe zoti Uk Rugova, konsensual që pritet të propozohet nga një marrëveshje e mundshme vetëvendosje LDK? Unë qysh në fillim kam thënë me një televizion dhe kam kërkuar që të gjithë deputetët individualisht të reflektojnë, sepse vendi jonë ka nevojë për institucione. Mirë po, me vazhdimin e situatave të tilla, të cilat i ka kriju zoti Kurti, sepse ti ditën po na quhen mike një parti e respektume, e në mramje po na shon, atëherë ku ka mbet ai bashkëpunimi. Nuk mendoj që ka një rezultat që duhet me pas pozitiv. Dhe ajo që ka është më rëndësishme që unë kam kërku që secili deputet të reflektoj pozitivisht në krijimin e institucioneve. Mirë po nuk kalon hapësirë për me mujtë me bashkëpunu si deputet. Do të thotë nuk e leni mundësinë e hapur për të votuar një propozim të tillë që thonë se shpejti nga LDK-ja të paktën do t'i rrugova që do ta propozojnë. Apo pa u marë parasysh 6 kërkesat, ju nuk keni votë, kurse si? Po, ne jemi të qartë, qysh në fillim jemi me mesazh konkret dhe këto kërkesat janë të ditura. Momentin që këto kërkesa realizohen, ne jemi të gatshëm me bë quorumin. E për me votu pro apo kundër, atëherë varet kandidati i cili do të jetë.
Ajo që mori e onë është një propozim i deputetit ish kryetarit e Aleancës Ramush Haradinaj që kandidat për president të jetë zoti Hashim Thaçi, i cilët po përballen me akuza në Hagë dhe pritet vendimi me 16 shtator. Si erdhi deri te ky propozim? Situata e cila është kriju dhe të gjithë jemi me mendje me zemër në Hagë, sepse afati kohor vetëm po afrohet për ish-krerët e UÇK-s dhe uroj që krerët e UÇK-s mas 16 shtatorit i kemi këtu në Kosovë, ta vazhdojnë aktivitetin e tyre politik, po edhe pse jo për president Hashim Thaçin, kështu që ne jemi të hapur si parti. Jo do ta votoni, pa hezitim. Jemi të gatshëm. Dhe do të hapni si diskutim me partitë e tjera, sepse vije propozim nga ju si Aleancë deri më tash. Si parti tjera nuk e kemi diskutu, mirë po varet tash se si po rje situata politike deri me 16 shtator dhe nështë zoti Kurti nuk tutet për zoti Thaçi që të vjenë dhe të bëhet president. Sepse ka të frikën që ndoshta po e prejt vendimin e Hagës për me mujtë me izgjith të probleme. Ka lidhshmëri kjo pjesa e zvarritjes me vendimin final? Po, unë mendoj që kjo çështja e Hagës krejt po e shtyn këtë afat kohor për zotin Kurti, sepse është një farë lloj natyre e cila po krijohet automatikisht sepse e kemi pa që zoti Kurti po e pret vendimin për ish-krerët e UÇK-s se çka po ndodh e mandej me vazhdu me institucionet. Mendoni se do të ketë një bashkëpunim midis juve, PDK-s dhe LDK-s nëse nuk ka një marrëveshje gjithmonë po themi LDK vetëvendosje, që të jetë një bashkëpunim tjetër për një kandidat, një figurë për president? Ne gjithmonë kemi qenë të gatshëm me bashkëpunu me opozitën, qysh në fillim Aleanca kryetari Haradinaj gjithmonë e ka shprehë gatishmërinë që ne jemi të gatshëm me bashkëpunu, por e kemi pa situatat të cilat kanë rrje dhe nuk kemi mujt me gjithë bashkëpunim. Ne të gjithë e dim që kryetari Haradinaj ka qenë potencial kandidat për president, mirë po nuk ka pas në mbështetjen nga parti tjera dhe kemi hesht në një farë forme dhe se cila parti ka vazhdu aktivitetin e tij politik. A besoni që do të ketë rezultat takimi Kurti Abdigjiku që po paralajmërohet në ditët e vazhdim, si i shihni këto takime ju? Sepse Kurti 2 herë avazi kishte kërkuar zoti Dehari ndërprerje të seancës, shtyrje të saj, sepse i duhet kohë për një marrëveshje. Atëherë, thash unë çdo takim unë nuk e kam pas serioz, sepse nëse do për një me pas zgjidhje të institucioneve, zoti Kurti deri tash mendoj që ish bë zgjidhja. Nashta kjo është në dëm të lidhjes demokratike për shkak se po e zvarrit LDK-n për shkak të procesit të këtyre ngjarjeve të cilat po ndodhin, por uroj të bëhet një zgjidhje, sepse vendi jon tash nuk ka nevojë për zgjedhje të reja, ka nevojë për institucione, ka nevojë që shumë adresime, shqetësime të adresojmë në kuvend dhe të zgjidhim shumë probleme të cilat vendi jon ka nevojë. Keni përmendur që ka ngecje në fushën e arsimit, në ekonomi, në sociale, në fushat e tjera. Dhe mungesa e funksionalizimit të kuvendit i bie që nuk mund të jetësohen të gjitha shqetësimet që keni. Sigurisht, ne të gjithë, unë zakonisht kur dal në teren dhe kam takime të shumta me qytetarë dhe të gjithë e kanë hallin se çka po bëjmë ne si deputet. Dhe s'ki as përgjigje çka më dhënë se çka po ndodh. Dhe ajo çka është më e rëndësishme që secili qytetar kërkon zgjidhjen e institucioneve. Asnjë qytetar nuk thotë që të shkojmë në zgjedhje të reja, sepse janë lodh qytetarët, janë lodh me këto politika, ne kem nevojë me punu si vend, me ecë përpara. Nëse nuk ka një marrëveshje për zgjidhje të këtij ngërçi politik, Aleanca është duke punuar apo synon që të përgatitet për zgjedhje, sepse shumë shpesh ndëgjojmë zyrtarë të partive që thonë se vendi po shet drejt zgjedhjeve të tjera. Ne gjithmonë kemi qenë të gatshëm burim për zgjedhje, kështu që nuk e kem problem edhe nëse hymë në zgjedhje, mirë po tash nuk është koha dhe momenti i duhur që të shkojmë në zgjedhje. Por si Aleancë, si parti, jemi të gatshëm, po punojmë, jemi non-stop në teren, të punu takime me qytetarë dhe
patjetër që Alianca do të ketë një rezultat shumë më të mirë se zgjedhjet e kaluara. Cili është veprimi juaj, zonja Bityqi, për shkak që kem parë ti me Kadriajin e cila ka marrë një aksion brenda kuvendit, duke gjuajtur me vezë zotin Kurti, nëse qëndroni para qeverisë, para dyrëve të saj, dhe takoni zotin Kurti, çfarë do t'i thonit ju? Po fatkeqësisht nuk po e takojmë burim hiç se ç'ty është problemi, nuk po dim as ka po hin në zyre, sepse po shkojmë qysh herët, në 7 mëngjes po jem aty, por nuk po e shohim as ka po hyn. Por nuk e di, ndoshta në veprimet të tilla të cilat do të veprojmë, nuk e di si do të rjedh, por ta shohim. Do t'ja kërkoni zbatimin e kushtetutës për konstituimin e kuvendit. Gjithmonë jemi në mbështetje të kushtetutës. Ajo që u pa në këtyre orëve apo ditëve është një përplasje midis vetëvendosjes dhe juve si Aleancë për çështjen e riparimit e vagonëve në Serbi. U tha që në kohën sa ishte ministër Pal Lekaj kishin ndodhur riparimet e tilla që ndodhen edhe sfundi nga qeveria. Kjo nuk është e vërtetë sepse qeveria Haradinaj është bërë shumë vonë. Ne dim që ajo kontratë është nënshkruar në prill. Ka paralajmëruar pa di dhe shumë mirë ka bërë që ka paralajmëruar sepse këta duhet me ndalu me këto forma, me pa di se nuk po ndalen, po mendoj që ne nuk po I dim të gjitha. Ajo kontratë është nënshkruar në prill, kurse qeveria Haradinaj është bërë në shtator. Kështu që nuk ka diçka të përbashkët. Ata mundin me thonë çka dojnë, po nuk mundën me imbulu problemet të cilat I kanë shkaktuar tash me atëherë. Se keni parë këtë riparimin e Serbi të vagonëve nga Trajnkosi u tha që një kompani përfituese si e tenderit e ka bërë një gjë të tillë, por jo qeveria siç është shfaqsuar ministrja. Zakonisht ministrat shfaqsohen gjithmonë për këto veprime të cilat I bajnë dhe kur t'i bajnë ju bjen në mend çka kanë bërë. Kështu që ne I kemi pa edhe kontratën edhe të gjitha I kemi pa që me të vërtetë këto vagona janë riparuar në Serbi në vlerë 500 euro, nëse nuk gaboj, dhe çka dojnë me demantu, s'kan asnjë argument të cilën mundin me demantu. Po vazhdojnë me bashkëpunu me Serbinë dhe kjo është e vërteta. Po, dhe Bityqi, cilat janë hapat e radhës tutje në drejtim të konstituimit të kuvendit? Çfarë hapash do të ndërmerrni? Burim do të vazhdojmë të dalim para qeverisë çdo ditë derisa të bëhet konstituimi I kuvendit. Do të vazhdojmë çdo 48 orë ftesa apo PDK-s e cila do të jetë së kuvendit. Do të shkojmë në seancë derisa të bëhet konstituimi I kuvendit, por nëse është e nevojshme çdo veprim do ta ndërmarrim. Edhe në rrugë? Edhe në rrugë, pse jo? Sepse tash nuk mujna me leju një njeri si zoti Kurti ta shkatroj vendin. Po nëse nuk lëshon pe? Nuk ka qare pa lëshon pe. Do të vazhdoj një situatë të tillë? Ose shkojmë në zgjedhje dhe ai e din situatën se si e ka në popull, dhe për këtë arsye ndoshta edhe po e zvarrit pak procesin sepse po I tutet zgjedhjeve. Besoni që mendoj që ka me rrah shumë për shkak se qysh po flitet edhe sa kam takime me njerëz të qyteteve të ndryshme, lëvizja vetëvendosje është në rramje. Sepse zoti Tahiri, shefi grupit parlamentar të Aleancës, e tha ndër rreshta në një fjalim në foltore në seancat e improvizuara që kjo ka qenë fitoria e fundit e vetëvendosjes zgjedhjeve të 7 qershorit. Pra jeni të bindur se atmosfera ka ndryshuar komplet dhe qytetari ka kuptuar se kush është bllokuesi dhe kush jo, mendoni? Sigurisht, sepse e kanë pa të gjithë që lëvizja vetëvendosje I ka fitu 53 deputet dhe ka përgjegjësinë kryesore të formimit të institucioneve dhe qytetarët po presin nga një veprim që 2 muaj që është bë, certifikimi I rezultateve dhe nuk ka marrë asnjë hap të tillë. Kështu qytetarët peshohin dhe mendoj që zgjedhjet e ardhshme me të vërtetë kanë me penalizuar me votë. Po, sa I përket ushtrueses së detyrës së presidentes, ajo thotë që ju nuk keni kauza të vërteta, pavarësisht aksioneve të tilla, sepse sipas saj nuk është shkelur kushtetuta. Atëherë nuk e di tash. Haxhiu si ushtruesi I detyrës së presidentes fillimisht apo jo? Nuk e di atëherë çush e ka lexuar zoni Haxhiu kushtetutën.
nuk e di, nëse e ka shkel ajo kushtetutën, ajo duhet me lexu pak ma mirë. Kështu që Zonja Haxhiu ka uzë edhe atëherë kur ka gjuhë gazlotësjellse dhe ka bo veprime shumë të tmerrshme në kuvend, ku i ka qujt edhe kryetarin e kuvendit superkriminale tjera, atëherë edhe ajo pas ka pas kauza? Jo, s'ka pas, as atëherë kauza ja. Kështu që tash kauza ma e madhe është zgjidhja e institucioneve. Kauzë ma të madhe ku po dëm me quajtur. Mbrojtja e kushtetutës, siç Mbrojtja e kushtetutës, zgjidhja e institucioneve. Mendoni se po instrumentalizohen institucionet në kuptimin që edhe një kontesë e lëshuar nga zyra e kryetarit të kuvendit ishte një lloj fajsimi për juve si Aleancë dhe për PDK-n në atë kohë kur kishte përplasje në kuvend gjatë vizitës së Mërgatës në sallë? Fatkeqësisht burim edhe administrata e kuvendit është në një farë pozite shumë të vështirë, për shkak të presionit të njerëzve të lëvizjes vetëvendosje, të deputetëve, të ish-ministrave e tjera. Dhe janë të detyruar të veprojnë se si ju thot lëvizja vetëvendosje. Dhe mund vjen shumë keq për administratën e cila është në atë gjendje. Faleminderit shumë, Zonja Bytyqi. Aleanca me Gjasë ka një mbledhje të kryesisë, ku do të vendosni për hapatutje në lidhje me qëndrimet sa i përket? Sigurisht. Ne do të vazhdojmë ta kem tash takimin e kryesisë dhe do ta shohim se cilat hapa do t'i ndërmarrëm tash në tutje. Faleminderit shumë, Zonja Bytyqi, për kohën që nda. Shikues të nderuar, kem qenë me deputeten e Aleancës Albana Bytyqi. Ndërkohë, analisti politik Selatin Redkoceri nuk është optimist se mund të arrihet një marrëveshje LDK vetëvendosje për çështjen e presidentit. Takimet Kurti Abdigjiku i quan mashtrime nga kryeministrin detyrë, ndjekim një deklaratë të tij. Unë mendoj që prej fillimit ka qenë mashtrim, për çudi po mashtrohet lidhja demokratike e Kosovës, sepse qëllimi i Kurtit nuk është për të kryer procesin e zgjedhjes apo konstituimit të kuvendit, njëkohësisht nuk është interesuar as për të zgjedhur kryetarin e shtetit, atij i ka interesuar që prej fillimit të shtyjë një muaj apo 40 ditë afatin për të shkuar në zgjedhje. Këtë po e bën tani me konstituim kuvendit dhe sigurisht aty ka i 5 i 6 do të provohet të konstituohet kuvendi, kuptohet nëse partitë tjera do të rrinë në kuvend, në jo ligjore, jo kushtetuese, do të zgjedhet kryesia e kuvendit, do të konstituohet kuvendi. Më pas do të shkohet në procesin e qeverisë, i ka 15 ditë kryeministri, ndoshta do të shfrytëzoj, sigurisht më njëherë nuk do të tentoj ta formoj qeverinë, sepse i duhen edhe 15 ditë dhe kështu shkon në atë afatin që ky e ka dashur prej fillimit. E don 27 dhjetorin për të shkuar në zgjedhje dhe e don LDK-n sa më të përqarë. Dhe me Gjasë është duke i arritur, sepse përveç që nuk don zoti Kurti, njëjtën kohë edhe 7 deputet të Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk pajtohen, përkundër që ata e kanë thënë në televizion, në media se Hikmet e Bajrami gjëja të është pajtuar nëse presidenti i Republikës do të jetë nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ata do ta përkrahin, por e din shumë mirë, e din Lidhja Demokratike e Kosovës, e din lëvizja vetëvendosje, e din Albin Kurti se me 80 vota sa i ka VV-ja, LDK-ja dhe minoritetet zbashku nuk shkohet në procesin e zgjedhjes së presidentit, sepse vetëm një nëse dështon zgjedhja presidentit, kështu që shkohet në skenarin më të keq në zgjedhjet e 27 dhjetorit. Opozita. Ndrojmë temë. Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur aktakuzë ndaj të pandehurit Fatmir Sheholli për 2 vepra penale, spionazh dhe shantazh. Sipas aktakuzës, Sheholli nga një date pa përcaktuare deri me 9 tetor 2025
Në cilësinë e personit të rekrutuar nga Shërbimi Informativ i Serbisë, i njohur si BIA, e ka ndihmuar veprimtarinë e këtij shërbimi, duke vepruar sipas urdhrave dhe detyrave të zyrtarëve të tij. Ai akuzohet se ka mbledhur, siguruar dhe përcjell përmes mesazheve telefonike të dhëna informacione dhe dokumente lidhur me aktivitetet politike, gjendjen e sigurisë dhe funksionimin e institucioneve të Republikës së Kosovës. Në pritje të vendimit të gjykatës speciale për 4 ish krerë të UÇK-s, OVL e UÇK-s pas mbledhjes së kryesisë, ka bërë të ditur se do ta mbështesin protestën e thirrur nga platforma Liria ka emër, me 12 shtator në mbështetje të ish krerëve të UÇK-s në Hagë. Kryetari i OVL të UÇK-s, Hysni Gucati, po ashtu tha se kanë mbledhur mbi 200.000 nënshkrime të cilët i kanë dorëzuar në gjykatën speciale për të kërkuar lirimin e ish krerëve të UÇK-s. Sekretarja e përgjithshme e PDK-s Vlora Qitaku ka reaguar lidhur me procesin gjyqësor ndaj ish krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Hagë, duke thënë se me 16 shtator nuk do të vendoset vetëm për fatin e 4 ish krerëve të UÇK-s, por edhe për mënyrën se si do të trajtohet historia e Kosovës. Në një postim në rrjetet sociale, Qitaku ka theksuar se Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi nuk duhet të shihen vetëm përmes përkatësive të tyre politike. Nuk është në borg Hashim Thaçi i PDK-s, në borg është Hashim Thaçi i UÇK-s. Hashim Thaçi i Kosovës, ka shkruar Qitaku, duke bërë thirrje që përtej dallimeve politike të vendosen në qendër Kosova. Ndërsa Ismail Tasholli nga platforma qytetare Liria ka emër tha se iniciativa Ora e Pritjes simbolizon pritjet e qytetarëve të Kosovës për drejtësi dhe kthimin e ish krerëve të UÇK-s në atë. Zoti Tasholli, nëse 4 krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës nuk do të lirohen, a mund të themi se këto masa si Ora mbrapsht do mund të sjellin zhgënjim tek qytetarët? Nëse 16 shtatori do t'jetë verdikt negativ, i bie që legjitimohen qëndrimet dhe pozicionet e Miloševićit, sepse ai e thoshte që UÇK është kriminale, edhe zgjatimet e tij sot thonë që si derivat edhe ky shtet është kriminal, që i bie të fitojë mas 30 vjetë tregimi i Miloševićit. Shpresojmë që ajo nuk do të ndodhë kurrë, shpresojmë që 16 shtatori është ditë feste për shqiptarët dhe jo për Serbinë e Vučićit. Nëse në një rast 4 krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës nuk do të lirohen nga gjykata speciale, cila është një masë që Liria ka emër do të marrë? Nuk e di, duhet ta mendojmë, duhet t'i mendojmë gjithë hapat që duhet marrim, nuk po e çoj mendjen për keq, po shpresojmë që verdikti është racional juridik, ku e drejta historia, tregimi jon i identitetit kombëtar do të mbesin ashtu siç janë, të palëndume nga jashtë dhe shpresojmë po e përsërish prapë që 16 të jetë ditë feste. Dua t'ju pyes, jemi në kohën kur diaspora më shumë të frekuenton qytetin e Prishtinës, vinë Kosovë për të kaluar pushimet. A keni arritur të shihni se si është reagimi i diasporës kundër këtyre veprimeve dhe aktiviteteve? Po, edhe ata janë të irrituar, edhe ata janë të zhgënjur me mënyrën se çu ka ecë kjo gjykatë që 6 vite. Mandej janë shumë më të gatshëm që të jenë pjesë e marshit me 16-in që do ta kemi në Hagë, po ashtu Liria ka emër që e ka thonë përmes konferencave dhe paraqitjeve të saj publike, do të thotë me ta do të jemi bashkë me 16 në Hagë. A pritet një numër i konsiderueshëm që të marrë pjesë në marshin në Hagë? Po, gjithsesi, kanë qenë marshe edhe më herët që janë bë, edhe kanë qenë shumë masive, po ky do të jetë më masiv për shkak që edhe verdikti është i ofruar, emocioni është i rritur dhe gjithsesi gatishmëria për përfshime të mesazheve shumë e madhe. Për ta përmbyllur, dua t'ju pyes, a do të ndryshojë Kosova sipas jush pas datës 16 shtator, sidoqoftë vendimin që do të marrë gjykata speciale në Hagë? Po, e kem përsëritur edhe përmes konferencave, mas 16 shtatorit, çfarë do që të jetë verdikti, Kosova më nuk do të jetë njësoj. Edhe kryetari i OVL të UÇK-s, Hysni Gucati, pret që ish krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës të lirohen me 16 shtator. Takimet më herë që kena bëna me Parlamentin Evropian, Parlamentin Zvicran, Parlamentin Shqipërisë, që mos shkoj tash me emët e përmendje eurodeputet
Vatikanin këtu doshti bëj gjitha qeveria e Kosovës, jo ne. Po na kemë marrë bordë dhe kemi marrë të takime. Prap tash kjo bordë na bën neve se tash institucionet vendit s'kena. Prap të takime duhet i marrim ne. Të momentet e fundit, sa ditë na kanë met para vendimit që e presim një vendim pozitiv, që e presim as persoj, me du me besu fuqishëm se ta do të lirohen, prap i morëm na, ta s'pi morëm për sipe. Ju e ndëgjut. Ta nuk janë që ky s'ka s'ku me vizit se dhe me ngrit zonin. Unë veç një sigurt ja them, që takime që kena pasur në Këshillin e Evropës, edhe në për disa parlamente asnjë fjalë s'është ngritur për gjykatën speciale për qeverisë tonë. Se 6 vite asnjë hiç. Me ne që kemi takuar me asnjë fjalë s'është ngritur. Bili, ku ka qenë vizitë në Vatikan. Vjosa Osmani edhe kryeministri jon vetë na ka thonë kur se ka ngritur çështën në gjykatën speciale. Sot kryqësia e organizatës veteranë luftës ka marrë një vendim që të përjashtohet nga organizata veteranë luftës. Ai ka të drejtë jetë veteran, ka drejtë të merr pensionin, po s'ka të drejtë jetë antar i organizatës. Skënder Llugiçi me fjalën e tij që keni ndëgjuar në parlament, me fyrën që ka bëu generali Ramush Haradinaj, sot përjashtohet nga organizata veteranë luftës dhe nuk ka drejtë këtë librez apo tjetë antar ju një organizatës. Unë e bëj ftesë dhe thirrë gjithë qytetarëve, po edhe ne, si të ti bashkangjitim protestës. Ne nuk jemi në këshill organizativ. Arsyet dihen qarta pse s'jemi, nuk kemi të mshefëm fare nga këtu, se ne jemi edhe qytetarë të i vendi, po dhe në bars të luftës që sot e përfaqësoj. Ne do të mshesim protestën, do bëjmë thirrje që dalin protestë, tjetë një protestë e madhështore nga qytetarët, nga veteranët, nga gjitha strukturat, por nuk mund të jem ato ku ata i bën thirrje vetë vendosjes, kur ne dim lideri tyne në Parlamentin e Kosovës e quan kriminal, Hashim Thaçi, Kadri Veselin dhe të tjerat, ku thot Serbia ka bërë krime, po kanë konsum, i thot, këta mropa me janë kriminal. Ju e keni ndëgjuar dhe keni e di që keni ato, dhe nuk mund të jem ato me deputetet tina, ku të cilët na jekin nga poka minimale, me edicën srpska, para 3 vita dhe takimet ma ere që kena bëna. Sindikata e re e Korporatës Energjetike të Kosovës ka zhvilluar aksion simbolik para zyrave të Kekut në Prishtinë pas vdekjes së 4 punëtorëve gjatë vitit 2026. Gjatë këtij aksioni simbolik është bërë thirrje për kushte më të mirat për punëtorët. Sindikatës së re të Kekut, Xhelal Jashari, tha se ky aksion synon të rikujtojë përgjegjësinë e institucioneve dhe menaxhmentit për sigurinë e punëtorëve. Dje, me vendim të kryesisë dhe të Këshillit Ekzekutiv të Sindikatës së re, këta punëtorë, Migjen Sadikun, Milazim Binakun, Haxhi Gojnosin dhe Arbenit Ahmetin, Sindikata e re i shpall herot punës me mirënjohje post-mortem. Kërkojmë nga institucionet të Republikës Kosovës, nga Korporata Energjetike Kosovës, të respektohet ligji i punës, sepse pa respektimin e ligjit punës, punëtori e humb të drejten me punue dhe me jetue. Ndoshta me një menaxhim më të mirë, me një siguri më të madhe, sot ata do të kishim në mesin tonë. Ndërkohë, kryetari i Sindikatës së re të Kekut, Nexhat Lumnica, tha se krahas aksionit para Kekut, sindikata do të zhvillojë edhe një aksion simbolik të mërkurën para Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, teksa kritikoi udhëheqjen e kësaj të fundit se nuk ka reaguar sa duhet për çështjet që lidhen me të drejtat dhe sigurinë e punëtorëve. Ne sot kemi vendosur përveç atyre që tha kryetari dhe i shpolli punëtorët e vdekur aksidentalisht në vitin 2026 këro, me vendimin e kryesisë të shkojmë dhe një simbolik të bëjmë të Bashkimi Sindikatave të Pavarura, përkatësisht kryetari i vetëquajtur, i cili asnjëherë nuk e ngriti zanën për asnjë punëtor. Kryetari i punëtorëve nuk flet për punëtorët. Paramendo kjo tregon qartë se sa aktiv është kryetari i BSPK-s bashkë me BSPK-n e vetëquajtur. Prandaj nga këtu na nisni edhe atje në një aksion simbolik ku do të vëmë edhe fotografinë e këtyre 4 punëtorëve si shaj revoltë që nuk ka fol asnjëherë deri me dje që
se dje kishim pas thirr menaxhmentin Kekut në një takim e ja kanë qitë nërmend që është sindikalist. Nuk i ka ditë as vetë, e as nuk e din që është u zgjedh, e nuk flet për punëtor, e kjo është e tmerrshme. Anise paralajmëruan aksion simbolik para BSPK-s të mërkurën, pjesëtarët e sindikatës rreth Kekut i vendosën sot fotografitë e kolegëve të tyre të vdekur edhe para selisë së kësaj sindikate. Ndërkohë, kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Kosovës, Adheju Kolli, është kundërpërgjigjur akuzave të sindikatës së re të Kekut, e cila e kritikoi për mungesë reagimi ndaj çështjeve që lidhen me të drejtat dhe sigurinë e punëtorëve. Sa i përket akuzave të sindikatës re të Kekut, nuk kam ndaj farë informacioni, për ndryshe ata është mirë të punojnë më shumë në të mirë të punëtorëve, për arsye se ata nuk janë pjesë e BSPK-s, edhe ata do të punojnë shumë që të vinë edhe të bëhen në pjesë e BSPK-s. Siç e dini edhe ju, ata janë të përjashtuar nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës, edhe nuk ka ndaj nevojë më marr me Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Unë jam në kontakt të përhershëm me Sindikatën e Elektroekonomisë të Kosovës, ku kemi qenë dhe jemi prezent te punëtorët e Trepçës, i kemi vizituar të gjithave. Para disa ditëve unë kam tregu për rrezikun, domethënë të punëtorëve, jam në non-stop në komunikim të drejtë për të me partnerët social që ne sa më parë domethënë të jemi domethënë të përgjegjshëm, sa më parë të jemi krah punëtorëve. Gjykata Administrative e Kosovës ka vendosur në favor të komunës së Prishtinës, pas një padije të cilën e kishte bërë Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal në vitin 2024, ndaj vendimit të komunës për themelimin e 3 drejtorive të reja. Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka kritikuar vetëvendosjen, duke thënë se për pothuajse çdo iniciativë që ka marrë kryeqyteti është bllokuar nga kjo parti. Rama ka ndarë në postimin e tij në një vendim të gjykatës administrative, ku bëhet e ditur se kjo gjykatë ka refuzuar një padijë të qeverisë, duke shkruar bllokues në pozit, bllokues në opozit. Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka akuzuar qeverinë në detyrë për bllokimin e projekteve në kryeqytet, për punimet e ndalura në hapësiren për rreth Bibliotekës Kombëtare të Kosovës dhe inspektimet e nisura ditë më parë. Rama tha se bëhet fjalë për çështje ligjore dhe se komuna do të përballet me vendimet që i konsideron të jashtëligjshme. Para 2 dite erdh dokumenti ose vendimi i përcaktimit të zonës të kontrollume, pra të kufizume për monumente. Çka do me thonë kjo? Do me thonë që çdo gjë që unë kam thonë tash 3 vjet, që të gjitha blokadat, të gjitha sabotazhat që kanë qenë të jashtëligjshme, vetëm se është konfirmuar para 2 dite. Pra sepse ky vendim që është marrë para 2 dite tregon që nuk ka pas asnjë vendim të tillë para 2 dite. Ne normal që do të ballafaqohemi me gjitha këto vendime të jashtëligjshme, do t'i luftojmë sepse krejt çka ne po dojmë bë është një transformim i mirëfill për qytetarët tonë. Ka vdekur në moshën 78 vjeçare veprimtari dhe njëri prej themeluesve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Eqrem Kryeziu. Kryetari i LDK-s Lumir Abdi Gjiku përmes një postime në Facebook shkroi se Kosova sot humbi një intelektual të shquar, një veprimtar të orëve të para dhe një shërbyes të përkushtuar të institucioneve të saj. Edhe ushtruesja e detyrës së presidentes, Albulena Agjiu, ka dërguar telegram ngushëllimi familjes Kryeziu me rastin e vdekjes së Eqrem Kryeziut, ish kryetarit të Prizrenit. Në telegram, Agjiu u shpreh se Kosova humbi një intelektual të shquar. Ndërsa kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, ka shprehur ngushëllime për ndarjen nga jeta të ish kryetarit të Prizrenit, Eqrem Kryeziu. Totaj e ka vlerësuar Kryeziun si një intelektual, profesor dhe veprimtar të shquar, duke theksuar se kontributi i tij në historinë e re të Kosovës, si dhe në zhvillimin e qytetit të Prizrenit.
Të nderuar shikues, këto erdhi fundi i magazinës së sotshme 21 drejt për drejt. Ju falenderoj për vëmendjen. Mirëmbëjtje.